Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë se i takon situatës rajonale, do të flasim për Kosovën, por gjithashtu edhe çështjet të sigurisë me ekspertin zotin Bedri Elezi. Zoti Elezi, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Zoti Elezi, unë po nis diskutimin sa i takon zhvillimeve në Kosovë për të dalë më pas edhe tek ngjarjet e tjera, po shohim që nuk po funksionon po themi konstituimi i plot i parlamentit dhe të qeverisë. Çfarë nënkupton diçka e tillë për gjendjen në cilën është bota, ku shqetësimet për sigurinë janë të shumta? Po faleminderit shumë. Në fakt edhe në këtë momente kur neve po flasim, ka dështuar zgjedhja e kryetarit të Parlamentit të Republikës së Kosovës, dhe edhe pse kemi më shumë se 2 muaj që kur kam përfunduar rezultatet apo mund të themi numërimi dhe votimi i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në fakt kjo mungesë e gatishmërisë subjekteve politike për të themeluar sa më shpejt parlamentin dhe më pas edhe institucion qeverisë është shumë shqetësuese për faktin se Kosova është realisht në një situatë jo të mirë të sigurisë, dhe këtë kanë konfirmuar vetë deklaratat e institucionit të Republikës së Kosovës, duke u nisur nga presidentja, kryeministri, ministrat, të cilët kishin deklaruar në vazhdimsi se Kosova është seriozisht ekspozuar për një situatë të rëndë të sigurisë, dhe në anën tjetër neve kemi mungesë të institucionet të cilat do të ballafaqoheshin me problemet për të cilat janë evidentuar nga vetë institucionet apo nga vetë përfaqësuesit shtetëror. Kjo mungesë e gatishmërisë të politikanëve të Kosovës për të lënë anash interesat e tyre personale, grupore dhe për të marrë fatin e Kosovës në duart e tyre duke pasur një qeveri funksionale, stabile, me fort, me shumicë votash, klembe në kuptu që vetë këta përfaqësues të zgjedhur të Shtetit të Kosovës janë të gatshëm për ta cënuar sigurinë e Republikës së Kosovës, ngase mund të konstatojmë pas deklaratave të tyre që vërtet Kosova është në situatë jo të mirë sigurie, veçanërisht në këto situata ku kemi zhvillime të fuqishme në glob, përfshi edhe zhvillimet në Ukrainë, zhvillimet tjera që kanë të bëjnë në rajon, për protestat dhuna në Serbi, në Malzi, në Bosnjë dhe vendet e tjera, me çka nënkuptojnë që politikanët vendor të Republikës së Kosovës janë të gatshëm që ta rrezikojnë Kosovën për interesat tyre personale. Ndërkohë, është dhënë 2 herë e njëjta kandidaturë, ajo e zonjës Albulena Haxhiu. Politikanët e opozitës kanë bërë thirrje që të mos vihet prapë me një emër që qartazi po refuzohet. Kush do të hapë rrugë dhe çfarë mund të ndodhë në gjykimin tënd? Por nga ligji për zgjedhjet e Republikës së Kosovës, subjekti i parë fitues, ai subjekti i cili ka më shumë të vota e ka të drejtën e udhëheqjes së kuvendit. Dhe në këtë rast lëvizja vendosë ka të drejtën për të udhëhequr me kuvendin e Kosovës, me çka kjo pozitë takon kryetari i kuvendit të Kosovës takon vendosur. Por që opozita në këtë rast pala tjetër politike apo grupe tjera politike nuk janë të gatshëm që të votojnë emrin e përvetshëm këtë rast ministrin e drejtësisë si kandidate për kryetar të kuvendit. Në rastin konkret është detyrem i lëvizjes vendosë për të sjellur një emër tjetër në mënyrë që subjektet politike të pranojnë se ky pozicion i takon vetëvendosës dhe se të vendosin që në krye të kuvendit të Republikës së Kosovës të jetë një antar nga ky subjekt politik i cili ka dalur në këtë zgjedhje me dikon rreth 42%. Ndërkohë, zoti Elezi, në këto kushte Kosova vijon të vuajë dhe po themi element të ndryshëm të thyrjes së sigurisë. Dëgjojmë vazhdimisht për arrestimin, pjesën veriore, për personat pa dëshiruar, për personazhet lidhur me botën e spionazhit. Si e sheh gjendjen në veri dhe kjo paqartësi politike mund të jetë nxitse për dashakeqësit e Kosovës? Ajo që duhet përmend në këtë rast sot, policia e Kosovës nga një aksion i fuqishëm në Kaçanik ka arrestuar në komunën Kaçanik Republika e Kosovës, ka arrestuar 7 persona, të cilët dyshohet se janë pjesë e një grupi islamist, një organizatë që quhet Rinia Islame, organizatë ku ishte vetë
terroristja Lavdër Muhaxheri në krye të saj. Këto 7 persona dyshohet se kanë organizuar dhe kryer vrasjen edhe shtetit e policisë të Kosovës në stacionin e komunës së Kaçanikut dhe kjo është një sinjal serioz se Kosova ndoshta po është ekspozuar edhe për radikalizmit dhe ekstremizmit fetar, nga se këta persona tani më kanë guximin dhe mundësinë që të pregojnë nga jeta dhe punonjes së policor. Pashtu kemi pasur rast të shohim apo dëgjojmë deklarata të ndryshme që nga presidentja deri tek përfaqësues të institucioneve agjensive të ndryshme se në Kosovë ka aktivitete të spionazhit. Madje ditë më parë qeveria e Kosovës kishte mbledhur Këshillin e Sigurisë të Kosovës për të trajtuar shqetësimet në lidhje me spionazhin dhe se janë arrestuar 4 persona nga komuniteti serb, disa janë shtetëtarë të Republikës Kosovës, disa janë të cilët po mbahen në ndryshimin për veprat e sabotazhit apo mund të themi të spionazhit. Pashtu më parë kemi pas edhe arrestime të qytetarë të Republikës Kosovës në ndryshimin për spionazh, me çka e bën edhe më shqetësues faktin që institucionet e Republikës Kosovës duhet së shpejti fillimisht partitë politike të zgjedhin kryetarin e parlamentit, formohen institucionet qeverisë të Republikës Kosovës, të punohet fuqishëm në defokusim, në desankcionimin e Kosovës, sepse ju e dini që Kosova akoma mbetet nën masa, është e sankcionuar dhe çështja e parë që duhet ta bëjmë desankcionimin, më pas të hartojmë plane konkrete të sigurisë për të garantuar qytetarët e Republikës Kosovës se nuk do të jenë sfiduar nga grupet terroriste apo edhe grupet e spionazhit dhe kështu edhe të kemi mundësi që të ofrojmë kushte sigurie të gjithë investitorëve potencial, të gjithë do të mendonin që të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Mos harrojmë një fakt se mungesa e institucioneve të Republikës së Kosovës cënon vetë kjo mungesë cënon sigurinë e vendit dhe sidomos atë ekonomike, sepse asnjë biznes ndërmarrje fuqishme e huaja nuk do të vinte në Kosovë për të investuar kur ne jemi të sfiduar për shumë aktivitete si terrorizmi, spionazhi dhe pa ashtu mungesë e një sigurie politike dhe ekonomike në Kosovë.